A janë gjitha këto xhami për momentin, sidomos tash në Ramazanin të ravi, funksionale gjatë muajit Ramazanit, pra a ka hareket, a ka lëvizje në këto xhamia ku i kemi prezant? Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit për pyetjen. Po përshëndesim kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame, Vallan Efendiun. Gjithashtu po shfrytëzojmë rastin edhe të urojmë gjithë ata që na përcjellin në trojet tona shqiptare, etnike, po ashtu edhe në diasporë, se di që ky emision përcjellet edhe për diasporës, për vëllezërve e motrave tona. Inshallah kemi një agjerim të lehtë, të pranuar tek i Madhi Zot. Është e vërtetë, tash Këshilli i Bashkisë Islame i Prizrenit e ka një numër të madh të xhamive edhe në nivel të Kosovës numërohet prej këshillave që kanë më së shumti xhami. Gjithsej numri është 100 xhami, ndërsa prej tyre 93 janë aktive, ku në pjesën dërmuese të këtyre falen 5 kohë të namazit, e në një pjesë të xhamive falen xhumoja apo 1, 2, 3 varësisht disa kohë të namazeve ditore. Ajo që është e rëndësishme, të gjitha xhamit e kanë rolin e vet aktiv në komunitet dhe mbi gjitha imamët janë ata që e mbajnë një dyzen tjetës fetare, tjetës sociale, tjetës shoqërore, sepse roli i xhamis apo adresa e xhamis nuk ka qenë adresë vetëm për namazet ditore e për ibadet, por imamët, xhamit kanë qenë vende, adresë e njerëzve për çfarëdo halli që kanë pas, i pari që është dashur me kontaktu ka qenë imami. Apo nëse dikush edhe sot bile, nëse dikush e ka një hall, një nevojë, një kërkesë, një breng, përveç imamit apo një nevojë kështu ta quajmë materiale, i drejtohet xhamive. Nuk janë drejtuar rastësisht, sepse xhamit gjithmonë e kanë pas një altruizëm, një solidaritet, një ndjenjë të fortë, fuqishme të lidhjes me secilin antar të komunitetit. Madje imami duke qenë një personalitet, një autoritet fetar në vend, në komunitet, në lagje, në fshat, ka pasur rasti që ai të shkoj personalisht në për familje, të vizitoj dhe të vendosni një lloj kontakti me njerëzit si me antarët familjes. Edhe është natyrshme që sot, për shembull, dikush mundet me na pas zili se imamët kanë ndikim në xhamat. Po kanë ndikim, po ky ndikim nuk është i rastishëm. Ky është një ndikim meritor, se hoxha në bota ditore është i prekupuar me hallet e qytetarëve. Nuk është vetëm një rol ose një pozitë e imamit vetëm kështu dekorative apo shumë statike sa për me kry një punë me fal. Jo, imami është i përfshin edhe në emocionet e njerëzve, në gëzimin e njerëzve, në hidhrimin e njerëzve, shkon me njerëzit, komunikon me xhamatin, me antarët e komunitetit. Edhe na shohim që në Prizren kemi shqyqur një infrastrukturë të xhamive që mbulojmë bukur mirë. Edhe nga kaluara kemi këtë dallim, gjithnjë më tepër po shkojmë duke u përmirësuar